Në urat e botës këtë javë nuk po tojmë larg, sepse ndalemi të vende që për gjithë ne ndihet si vazhdimi shtëpisë tonë. Patyshim Shqipëria, një vend me cilin ndajmë gjuhën, këngët, sofrën, humorin, kujtimet e verës dhe mbi të gjitha ndjenjen e përkatësisë. Për ta sjellë Shqipërinë më afër përmes kulturës, njerëzve dhe lidhjes së veçantë me Kosovën, mirëpresim sonte në urat e botës ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, zotrin Petrit Malaj. Mirë se erdhe, zoti Malaj. Faleminderit shumë për kohën që jeni sonte me ne. Faleminderit juve. Jam i kënaqur dhe i gëzuar që jam pjesë e këtij emisioni, e këtij cikli tuaj. Po vjen shumë mirë që ju kemi edhe ju në këtë të shtunë, po u thoja edhe shikuesve, ky është epizod më i veçantë sepse flasim të njëjtën gjuhë. Nuk do të keni nevojë shikuesit të lodhen edhe me titrat poshtë. Këtu fillon lidhja jona. Sepse jemi një kombë, kemi një histori, kemi një kulturë të përbashkët, kemi gjithë shka së bashku. Në fund të fundit, patjetër, kjo është një nga ato shtysat që mua më bën të ndjehem edhe më mirë akoma në këtë bisedë që do bëjmë së bashku. Faleminderit, ndihem e vlerësuar. Ta nis me këtë të gjuhës, me që sigurisht edhe në Shqipëri, pra përpos Toskës, edhe Gega është e përhapur në zona, po jo si në Kosovë. Në fillim të ardhjes suaj në Kosovë, e keni ndjerë më të vështirë, ose ka ndonjë fjalë që ju ka mbetur shprehisa dhe asaj dite, është fut në vokabularin tuaj? Këtu do të përgjigjem prerazi, jo as pak. Pse? Sepse unë i takoj pikërisht tregu zveriu të Shqipërisë, krajinës Malësisë Gjakovës. Dhe nuk më mungon as pak terminologjia apo të kuptuarit e çdo fraze do të thoja në atë mjedis ku jam gjendur këtu në Kosovë. Dhe një nga kur më kanë thënë që do shkosh në Kosovë ambasador, një nga momentet cilat edhe e kam vlerësuar ka qenë pikërisht kjo që unë e njoh Kosovën herët, unë njoh historinë e Kosovës, unë njoh di marrëdhëniet e ngushta që kemi pasur ne që herët edhe në izolim nga Shqipëria e Veriut, nga zona ku unë jam rritur në Tropoj me Kosovën, me Gjakovën, me Prizrenin. Jam pjesë e një familje që kam qenë e ndarë, si të thuash, më dysh, sepse pjesë të familjes time kanë qenë që në 48-ën, kanë ngelur këndej kufirit, të martuara, dhe ne kemi shumë nipa, shumë besa në Gjakovë. Pra, nuk më ka lodhur as pak kjo, përkundrazi më ka kënaqur. Aq më tepër, ju thatë që në Shqipëri flitet në dy dialektet. Dy dialektet unë do t'i cilësoja si pasuri tonën, si pasuri sepse në fund të fundit i japin kolorit, i japin ngjyrë të gjuhës Shqipe, gjuhës tonë të mrekullueshme, dhe nga ana tjetër unë ndihem fort mirë kur këtu në Kosovë flas gegrisht, apo kur shkoj në jug të Shqipërisë në Vlorë, jo se flas tamam toskërisht, po flas shqipe në pastër, përpiqem, ku vetë edhe shkolla që kam bërë, më ka detyruar këtë gjë, që unë të kem një të folur sa më të rrjedhshme në shqipen e përditshme. Për vetë faktin që jeni me mision në Kosovë për te anës personale, emocionale, si vend, i bën kjo që takimet tuaja me njerëzit, takimet zyrtare, të kthehen pas ca minutave dhe në një frymë familjare për shkak të kësaj lidhjes tonë si komb? Kjo është e vërtet. Padyshim. Padyshim që është e vërtet. Shiko, të vish në Kosovë ambasador nuk është vetëm një mision diplomatik, nuk e shkuar në një shtet tjetër, ti të kesh vetëm cilësinë e ambasadorit zyrtar institucional, të marrëdhënieve institucionale të një shteti me një shtet tjetër. Në Kosovë padyshim që është ndryshe. Është ndryshe për shumë arsye, për vetë atë se çka na ofron me njëri tjetrin, na bashkon me njëri tjetrin, na ka bërë që gjaku, si të thuash, të lëviz rrjedhshëm dhe lirshëm mes njëri tjetrit, kufiri që sot ekziston në mënyrë administrative 9 muaj të vitit është i lirë, ju vetë lëvizni lirshëm, e keni parë vetë, e keni prekur vetë, pra qarkullimi i tillë padyshim që e ka ndihmuar këtë qasje në një marrëdhënie komplet tjetër nga ajo që kemi kaluar në të kaluarën e mëparshme mes Shqipërisë dhe
ishë, si që ishte më përpara, ishë Jugoslavisë, ku Kosova ishte pjesë e saj. Tashmë kemi një realitet tjetër, një realitet që erdhi si pasoj e gjithë shkaje që bëri Kosova, trimat e Kosovës, burrat dhe gratë e Kosovës, së bashku me aleatët tanë perëndimor. Sot kemi ditë të tjera, dhe padyshim që mua më bëjnë të ndjehem ndryshe në bisedat e përditshme që ne kemi. Tashmë marrëdhënia është tjetër, komunikimi është tjetër, infrastruktura është tjetër, pra gjithçka ka ndryshuar. Dhe në këtë mes ka ndryshuar për mirë, pozitivisht, nuk kemi qenë kur më mirë, do të thoja, se sa jemi dhe po kalojmë në marrëdhëniet mes njëri tjetrit, a kemi se çfarë të bëjmë? Padyshim që kemi se çfarë të bëjmë. Na ngelet të gjithëve që të punojmë, të ecim në ato gjurmë apo të ecim në ato hapa që të parët tanë na i kanë lënë, që ne duhet ta duam njëri tjetrin, ne duhet të bashkëpunojmë ngushtë me njëri tjetrin, sepse vetëm kështu do të jetë mirë për Shqipërinë, për Kosovën, për realitetin ku po ndrojmë dhe ku Shqipëria ka bërë hapa shumë të mëdhenj drejt Bashkimit Evropian dhe ku duam padyshim që Kosova të jetë krah Shqipërisë në ëndrrën e saj euroatlantike për t'u bashkuar integrimit evropian, Bashkimit Evropian. Çdo shqiptar i Kosovës kur thotë po shkoj këtë vikend në Shqipëri ose do të shkoj nesër në Shqipëri, sigur i qeshin edhe sytë. Besoj duhet ta keni parë në plot biseda mes miq. Po vlen të dyja anët, edhe për shqiptarët e Shqipërisë kur vinë këtej. Sa të emocionon kjo lidhje e fortë e njerëzve me njëri tjetrin? Është e vërtet. Unë këtë e has gati pothuajse çdo fundjavë. Sepse e di që Prishtina boshatiset, Kosova boshatiset në një kuptim të mirë do ta thoja, ku shumë prej tyre, në një masë shumë të madhe, i turren Bregdetit shqiptar, i turren atij vendi që ata i mrekullon. Në fakt është një pasuri e madhe kjo marrëdhënie. Ju e thoni që po shkojmë në Shqipëri, e thonë edhe pak më bukur, po shkojmë në Shqipni. Në Shqipni. Edhe kur e thonë, do më thonë, mua më kënaqet shpirti, them të drejtën, sepse shiko, shqiptarët e Kosovës janë njerëz zot. Në përgjithësi shqiptarët kanë ditur të mbijetojnë, kanë ditur të ringriten pas shumë problematikave të mëdha që kanë kaluar në historinë e tyre. Por sot tregojnë me punën e tyre që janë vërtet njerëz të zot. Shqiptarët e Kosovës janë biznesmen të zot, janë njerëz që e duan jetën, që e duan dashurinë, e duan vendin, e duan Kosovën, e duan Shqipërinë. Dhe shumë prej tyre kanë blerë prona në Shqipëri. Do të thonë në shumë zona, unë di të them që shqiptarët e Kosovës mbizotërojnë si rezultati dashurisë të madhe që kanë për atë vend, si rezultati asaj se çka ju ofron ai vend, dhe si rezultati asaj që janë bërë pronar të vërtet të pronave të tyre, të shtëpive, të banesave të tyre, apo të bizneseve të tyre. E kjo është një kënaqësi. Mua, kur më thonë, po shkoj në Shqipëni, më jep vetëm kënaqësi. Në fakt, këtë gjë nuk e dëgjoj vetëm me shqiptarët e Kosovës, me miqtë e mi këtu në Kosovë, me vëllezërit e mi, e dëgjoj shumë edhe me kolegët e mi diplomat. Jo më vonë se dje kishim një takim në ambasadën amerikane, dhe ambasadori bulgar më thotë, ambasadori isha në Tiranë. Vetëm në Tiranë, i them unë? Po, këtë radhë tha vetëm në Tiranë. Si kalove, i thash, jam i manitur, tha. Jam jashtëmase impresionuar. Jam super i kënaqur. Nuk ma ka thënë vetëm ambasadori, kolegu im bulgar, këtë gjë ma kanë thënë të gjithë. Më pyesin shpesh për t'ju sugjeruar se ku të shkojnë, se e mira e Shqipërisë është që ka malin, ka fushën, ka detin. Dhe larmishmëria, si të thuash, apo koloriti, se çfarë mund t'i ofrojmë ne të gjithëve atje, është shumë e madhe. Do të flasim dhe edhe ne do të pyesim se çka do të na sugjeronit, apo cilat janë ato perlat e fshehta sipas jush gjithmonë, përderisa po na përcjellin edhe pamje shumë të bukura të Shqipërisë. Do të ndalem edhe tek ajo, po për të qëndruar akoma edhe pak te kjo lidhja emocionale mes shqiptarëve. Konsideron që është në rrugë të drejtë përcjellja te brezi i ri i po të njëjtës peshë të historisë së kombit shqiptar? Po, absolutisht që po. Unë mendoj që po. Sot rinia shqiptare në dy anët pra qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, kanë kontakte më shumë me njëri tjetrin, mësojnë akoma më shumë nga njëri tjetri, japin dhe marrin me njëri tjetrin.
Unë mendoj që të rinjt në Kosovë dhe në Shqipëri janë sot shumë më tepër mendje hapur se që kemi qenë ne para shumë vitesh në Shqipëri dhe në Kosovë. Unë mendoj që ky bashkëpunimi tyre i ka bërë ata që të kenë projektet përbashkëta, i ka bërë ata që të gëzojnë së bashku, të kalojnë momentet të bukura së bashku. Kështu që mendoj se po. Nuk kam përgjigje tjetër përveç se po. Ky bashkëpunim niset edhe nga dashuria, edhe nga biznesi, si që thatë edhe ju, bashkëpunime në art, në arsim, në muzik, apo i bashkon shqiptarët më shumë kultura dhe fusha tjera se sa politika? Po më bënd disa pyetje që jam me njëherë a priori që po. Shiko, politika ndërton ura institucionale, kurse kultura ndërton ura shpirtërore. Dhe kur ne lidhemi në përmjet këtyre urave shpirtërore, përderisa pyetja ishte për kulturën, unë do të thoja që kultura jone e përbashkët, apo historia jone e përbashkët, gjithçka që krijojnë sot artistët, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, koncertet e përbashkëta, koncertet individuale që japin titullar të artit këtu, personalitetet të artit, të këngës, të teatrit, të muzikës apo të arteve të bukura në Shqipëri, me ekspozen e tyre që bëjnë në Shqipëri, apo ata që bëjnë të rinjë shqiptar nga Shqipëria këtu në Kosovë, unë mendoj që ky është një bashkëpunim i cili jep frytet e veta dhe padyshim që ndikon kultura, ndikon fort në këtë bashkëpunim të ngushtë, vllazëror, shpirtëror që ne kemi mes njëri tjetrit. Do të dalë pak edhe tek qëndrimi, pra, edhe përvoja juaj personale në Kosovë, e cila është e hershme, pra, e thatë edhe ju më herët, nuk ka filluar nga misioni juaj këtu, është më shumë se kaq, po, çka keni gjetur diçka këtu që se kishit mendu se do ta gjeni, qoftë, po themi materiale ose edhe njerëzore, pra diçka që jeni gjetur i habitur, po themi. I habitur nuk mund të them drejtën, sepse ajo që thoni edhe juve me të drejtë që unë e kam njohur Kosovën dhe më përpara, unë kam ardhur me shumë dashuri në Kosovë. Unë kam ardhur në Kosovë sepse, e kam thënë dhe herë tjetër, sepse e dua Kosovën. I dua njerëzit e këtij vendi. Janë shumë arsye që më bëjnë që t'i them këto fjalë. Dhe do t'i dua gjithmonë. Megjithatë, do të thoja që ajo se çka e veçon shqiptarin e Kosovës, është dashuria e madhe që ka për vendin e tij. Është ajo që nuk e harron të kaluarën, por mbi atë të kaluar, përpiqet që ndërtoj fort mirë të ardhmen e tij. Dhe kjo po ndodh në realitetin e Kosovës, dhe kjo duhet të ndodhë. Pra ne nuk duhet kursesi të harrojmë të kaluarën, por normalisht që nuk duhet të ngelemi peng i saj, por duhet të shohim përpara dhe duhet të ecim në rrugën e duhur drejt integrimit europian, në atë rrugë, në atë ëndër që Kosova e ka dhe po bën hapa shumë të mirë, progresiv për këtë do të thoja. Kam gjetur esencën e asaj përgjigjeje që do t'jap tani është mikpritja këtu në Kosovë. Mikpritja në Kosovë është e jashtëzakonshme. Unë ti të them që kur shkoj në një familje, kur shkoj në një biznes, kur shkoj në një takim zyrtar, padyshim që petku i ambasadorit është, sepse institucionalisht unë përfaqësoj, por nga ana tjetër mikpritja më bën që gjithçka të bëhet shumë më njerëzore. Hera herës shkojnë kjo pikpamja institucionale, shkon dhe shkrirjes dhe është njerëzorja ajo që dominon. Dhe kjo fal shpirtit të shqiptarëve të Kosovës, fal dashurisë tyre të madhe për Shqipërinë, fal respektit dhe konsideratës që ata kanë, kushdo që ti ishte ambasadori i Shqipërisë. Unë nuk dyshoj kur, nesër, pas nesër, unë do e kryej misionin dhe nuk do t'jem ambasador në Shqipëri. Ama, kushdo që të vi këtu e siguroj që këtu do gjej vendin më të mirë për të kaluar si ambasador se çdo vend tjetër në botë. Cilat mendoni se janë 3 momentet kryesore që Shqipëria dhe Kosova e kanë dëshmuar lidhjen e tyre të fortë vllazërore? Ju keni specifikuar 3 tani. 3, po. Ne kemi pa mas. Për të menaxhuar kohën, prandaj. Ne kemi pa mas. Spari do të thoja historia e përbashkët. Dhe po fus këtu si një moment pikant lidhjen shqiptare të Prizrenit. Si një moment bashkimi dhe si moment thirrjeje për gjithë trojet shqiptare.
Së dyti vitit 99, ku foli për vëllazërin tonë, për dashurin tonë, për shpirtin e shqiptarëve të Shqipërisë, për mikpritjen e jashtëzakonshme që ju bën vëllezërve të tyre shqiptarëve të Kosovës. Nuk është quajtur heroizëm nga ne në Shqipëri kjo gjë. Është quajtur apo është trumpetuar nga ne si gjëja më normale, më e zakonshme që duhet ta bëni me patjetër. S'kishte si ndodhte ndryshe. Së treti do të thoja që një nga momentet që na ka lidhur më fort së bashku është edhe infrastruktura, është rruga e Kombit. Rrugën e Kombit do ta vlerësoja si një nga arritjet e mëdha që na ka bashkuar edhe më shumë me njëri tjetrin, na ka ofruar edhe më shumë me njëri tjetrin dhe ka bërë një qarkullim shumë të natyrshëm me njëri tjetrin. Shikoni, këtu që ditën e premte, pra unë thash që shqiptarët e Kosovës mësyn Shqipërinë dhe e them me këtë fjalën mësyn kam dëshirë, sepse unë e di që ata shkojnë me dëshirë dhe me dashuri, dhe është rruga e Kombit ajo që e ka lehtësuar këtë gjë. Mos e harrojmë që vite më përpara duheshin shumë orë që të arrije deri në Bregdetin shqiptar. Edhe ato i përshkonim. Deri në Bregdetin shqiptar, kurse sot rruga e Kombit është një pasuri e madhe, është një damar ku gjaku lëviz natyrshëm, rrjedhshëm dhe qarkullon 24 orë të ditës. Që më vërtet. Shpesh thuhet, zoti ambasador, që Shqipëria është një përzierje mes lindjes dhe perëndimit. Për ne si shqiptar, a reflektohet kjo në mënyrën se si jetojmë në përditshmëri ose... Shqiptarët i kanë takuar historikisht e Europës. Spari. Ndërsa po ta marrësh nga pikpamja gjeografike, me lindjen dhe me perëndimin, po ta shohësh kështu ku ka më mirë se kemi dhe malin, kemi dhe detin, pra kemi dhe fushën dhe brenda pak orësh ti mund të lëvizësh edhe të shkosh në gjitha këto pjesë. Unë do të thoja që Shqipëria sot është drejt një rrugë të drejt perëndimit, e ka pasur gjithmonë ëndër perëndimin, izolimi e pati bllokuar këtë gjë, por mbas viteve 90 gjërat kanë shkuar ndryshe, sot gjërat po shkojnë ndryshe, hapat janë konkret, kemi hapur të gjithë kapitujt për në Bashkimin Evropian, këto ditë presim miratimin e IBAR-it, e një momenti shumë interesant në Komisionin Evropian, dhe më pas, gjithçka të shkojë natyrshëm në mbylljen e kapitujve dhe Shqipëria brenda një kohe do të thoja pak vite ne ndrojmë në 2030-ën dhe kjo nuk është një ëndër, po tashmë ne po e shohim si një realitet, të arrijmë të mbyllim kapitujt dhe të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e Europës, të cilës ne themi që jemi pjesë e saj. Le të flasim pak për veriun dhe jugun e Shqipërisë, të cilat për një të huaj nga jashtë, ose edhe vetë brenda, kanë identitete të ndryshme, po kanë edhe shumë të përbashkëta. Si shihet si larmi, apo nuk është se e dallojnë edhe shumë nga brenda? Ky koloriti, këto ngjyrat, s'po i cilësoj të veçanta, por ngjyra, kanë bërë që ne vërtet t'i japim pasuri identitetit shqiptar. Qofsh nga veriu, qofsh nga jugu, ti e një shqiptar që ke një identitet për nga gjuha, për nga historia, për nga ajo se çka kultivon, për nga dashuria e madhe që ushqen për Shqipërinë, apo në rastin konkret edhe këtu shqiptarët e Kosovës, për Kosovën dhe për Shqipërinë. Kështu që veriu dhe jugu janë pasuri e Shqipërisë, të dy plotësojnë njëri tjetrin, ja ku më ke mua këtu përballë, unë jam nga veriu dhe nga jugu i Shqipërisë. Baba im Trobojan, nëna ime Vlonjate. Kam lindur biles në Vlorë, jam formuar atje si fëmijë i vogël, kam ardhur në Tropoj, kam mbaruar gjimnazin, më pas jam vendosur në Tiranë, ku kam gjithë karrierën time të mëpasme e kam pasur pikërisht në Tiranë. Pra, unë do ta gjykoja si një pasuri që veriu dhe jugu kanë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, veriu dhe jugu i Shqipërisë,
unë nuk mund t'i ndaj në asë një gjë, unë them që janë pasuri tonat që e plotësojnë njëri tjetrin, qoftë me dialektin e tyre, qoftë me mënyrën e jetesës, qoftë me atë se çka ofron gjeografia e tyre, relievu i tyre, pasuria turistike e tyre, kemi malin, kemi detin. Shiko, jemi një vend i bekuar nga Perëndia, ne na ngelet si shqiptar ta bëjmë vendin ton, jo vetëm që në fakt kemi arritur ta bëjmë, t'i miklojmë të tjerët, që të vinë në Shqipëri dhe të vinë me pasion dhe me dashuri, por nga ana tjetër t'i bëjmë që ata të kthehen përsëri në Shqipëri. Unë di t'ju them që po të flasim apo nëse keni ndonjë pyetje për turizmin më pas. Po, patjetër, e kam veç pas pak. Por do të gjykoja pra që veriu dhe jugu me larmishmërinë e tyre, me atë se çka ofrojnë, në çdo pikpamje për bëjnë një pasuri të madhe kombëtare për Shqipërinë. Para se të dalte turizmi, e kam lënë të fundit, sepse e di që do të na shkrihen syt dhe po më duket që po i shoh të gjithë shikuesit duke u kënaqur edhe me pamjet, po edhe me përshkrimin që do t'i bëni patjetër vendeve. Para se të dalte ajo, e dim që koncepti i besës për shqiptarët është ai kodi i nderit shqiptar, edhe për shumë të huaj është gati e pabesueshme se si ka funksionuar e mbase edhe funksionon edhe në ditët e sotme. E ke gjetur e ke gjetur vetën duke pas pyetje të tilla nga të huajt për këtë kod të besës që kemi ne shqiptarët? Besa për mua ekziston tek shqiptarët. Besa është një institucion i, po e them unë, i burërisë, po është i karakterit shqiptar, për të transmetuar dinjitet, siguri, dhe nga ana tjetër përcakton qartë që shqiptari di ta mbaj fjalën. Dhe jo vetëm di ta mbaj fjalën, po di edhe të ringrihet mbi atë që mund të ketë psuar, dhe besa tek ne është trajtuar fuqishëm në kulturë, në letërsi, dhe përsëri për mua është një element pasurie për dinjitetin e shqiptarëve. Kur përmendëm pak më parë bashkëpunimet, ndër të tjera, biles ju e thatë bashkëpunimin e arsimor mes Shqipërisë dhe Kosovës. Sa i fuqishëm është ai sot dhe sa është rëndësishme kjo për formimin e një gjenerate të përbashkët e cila nuk e ndjen këtë dallimin, vetëm do ta shoh formimin edhe zhvillimin personal. Pra sa janë mundësitë më të mira për gjeneratat e reja? Shqipëria dhe Kosova kanë shumë marrëveshje me njëra tjetrën, kanë marrëveshje në të gjitha fushat, në politikën e jashtme, në fushën e sigurisë, në infrastrukturë, në arsim dhe në kulturë. Në të gjitha fushat. Unë do të cilësoja si një nga elementet kryesor pikërisht bashkëpunimin në arsim. Do thoja që në vitet 70 kemi një shkëndi shumë interesante ku pedagog akademik, profesor nga Tirana kanë ardhur në Prishtinë dhe kanë bërë shkëmbimet e para në atë kohë të vështirë, por të cilat pas viteve 90 kanë shkuar më tej dhe universitetet shqiptare bashkëpunojnë ngushtësisht me njëri tjetrin, kanë projekte të përbashkëta. Nga ana tjetër, mos harrojmë, kemi një abetare të përbashkët, një abetare e cila funksionon njësoj si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, kudo ku ka shqiptar, punohet me ata abetare tonë kombëtare, do ta quaja. Bashkëpunimi në arsim është me shkëmbime të pedagogëve, të akademikëve, të studentëve, shumë student nga Kosova studiojnë në Shqipëri, shumë student nga Shqipëria studiojnë këtu, specializohen në vendet respektive. Do të thoja që ekziston një këmbim i natyrshëm në fushën e arsimit, dhe ajo pyetje që bëra pak më parë që kemi se të bëjmë padyshim që edhe në fushën e arsimit kemi se të bëjmë shumë më tepër për të pasur ligjërata respektive në universitetet respektive të dy vendeve tona, me akademikët, me profesorët, për workshopet të ndryshme, për punëtori që i thoni juve. Pra, mendoj se kemi se të bëjmë akoma dhe më tepër në fushën e arsimit. Le të dalim tani tek
plot të bukurat, sepse Shqipëria është kthyer destinacioni më i dashur nga e gjithë bota turistik. Pra edhe madje jo vetëm në sezonin e verës, që është shumë e rëndësishme. Biles mendoj statistikisht mund të na vërtetoni akoma më mirë këtë, po ka qenë e vështirë për Shqipërinë që përpos gjithë historisë së saj ta krijoj edhe këtë infrastrukturën që të mos jetë thjesht një bum turistik i momentit, por të jetë një imazh i qëndrueshëm i vendit edhe ndër vite, me që tashmë janë bërë edhe shumë vite, duket se është një rrugë të mirë. Kjo është sfida. Sfida është që sa do jemi të zotët që t'i mbajmë turistët. Nëse nuk do jemi të zotët, pastaj kjo është një dështim edhe, por unë mendoj që kjo nuk do të ndodhë. Unë them se turizmi është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik sot në Shqipëri, është vënë prioritet në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, pra e kemi një bazë të rëndësishme të GDP-s dhe po punojmë fort, kryesisht për të ofruar shërbimet e dura. Dhe është punuar fort në infrastrukturë, pra në rrugë, po punohet për hekurudhën Tiranë Durrës apo dhe Tiranë Rinas për të aeroporti, jo po punohet, por do mbaroj së shpejti, do më thënë kjo po thuaj se ka mbaruar shtrimi i trases, por së shpejti do bëhet vetëm stacioni në Tiranë, stacioni qendror i trenit, dhe treni do filloj shumë shpejt. Mëtej po punohet shumë për korridorin 8, i cili lidh Durrësin në kufi me Maqedoninë e Veriut dhe shkon mëtej, kalon në për Maqedoninë e Veriut dhe shkon në Bullgari, si një korridor tepër i rëndësishëm dhe për NATO-n tashmë, po punohet shumë për korridorin blu, për autostradën blu, e cila vjen nga Malizi, hyn nga Ulqini në Velipoj, shkon më poshtë në Lezhë, Durrës dhe vazhdon në Vlorë dhe bregu të rivjerës tonë deri në Sarandë. Po punohet shumë në infrastrukturën e hoteleve, kemi hotelet të mrekullueshme që po ndërtohen, investimet të mëdhaja që po bëjnë edhe biznesmen nga Kosova me hoteleri dhe me infrastrukturë për turizmin. Unë ditë them që kemi pasur një ecuri të shkëlqyer, do të thoja, që nga viti 2023, sidomos, 2024 e 2025. Në vitin 2023, për shumë, ne kishim rreth 10 milion turist në Shqipëri. 10 milion. Në vitin 2024, patëm një rritje prej 11.7 milion turist. Dhe të ardhura prej turizmit në 24 rreth 5 miliard euro. Në vitin 25, pati 12 milion turist, me përfitime rreth 5.7 miliard euro. Pra, vërtetohet ajo që thash pak më parë, që turizmi është kthyer në një nga shtyllat e zhvillimit ekonomik, strategjik, të Shqipërisë. Kemi turistët që vinë nga gjithë bota. Pra 2026-ta Po të duket se do shikosh, tjetë... do me thënë, vetëm gjatë 3 mujorit parë të vitit 2026, numri i turistëve që kanë vizituar Shqipërinë ka qenë 1.6 milion, me një rritje prej 11% krahasuar me vitin 2025. Më pëlqen të shoh shifrat sepse dua që të jemi sakt për publikun. Ndërkohë, vetëm në muajin prill kemi 891.414 turist, me rritje 8.8 apo 9% për afërsisht krahasuar me vitin 2025. Ka shumë çka që i ofron këta turistë, unë di të them që mediat më prestigjioze të Europës dhe botës, që nga Amerika, nga Anglia, nga Spanja, Holland, Gjermani, nga të gjitha, nga vendet nordike, shkruajnë për turizmin shqiptar, për relevin shqiptar, për këtë pasuri të madhe që ju ofrohet atyre për të kaluar ditë të dashura dhe të lumtura me familjet e tyre në Shqipëri. E thash që ka një kolor të madh, vinë nga Danimarka, nga Polonia, nga Spanja, nga Italia, mos të zënë gojë shqiptarët e Kosovës që e kanë shtëpinë e tyre. Do të thënë, padyshim, shqiptarët e Kosovës janë numri 1 i atyre që vizitojnë apo janë për turizmin në Shqipëri. Unë do të them që këtu ka kompani të ndryshme turistike që punojnë me shumë dashuri për këtë gjë. Për t'ju thënë shqiptarëve të Kosovës që nuk do të gjeni më mirë se në Shqipëri. Dhe, do të jem i vërtet në këtë. Është e vështirë të gjendet më mirë se sa në Shqipëri. Kur po e lakmon gjithë bota,
pse mos e lakmojmë ne vendin tonë, pse mos e duam ne vendin tonë. Po flas në këtë formë edhe për shqiptarët e Kosovës, të cilët në fakt nuk kanë nevojë për fjalët e mia, e kanë vetë në mendjen e tyre, në zemrën e tyre, në atë domosdoshmërinë e tyre shpirtërore për ta prekur realitetin shqiptar, për të prekur Bregdetin shqiptar, për të prekur malet e Shqipërisë. Dhe këtë pak a shumë ne, shqiptarët e Shqipërisë, në një mënyrë apo tjetër, po e kthejmë në Kosovë. Gjatë dimrit, ne nuk kemi HPRH infrastrukturë për ski në Shqipëri. Në Kosovë ka disa vende me infrastrukturë për ski. Dhe unë, e them me bindje këtë, hotelet që nga muaj nëntor, dhjetor, janar, shkurt, hotelet në Brezovic, Prevall, apo në Rugov, në Bog, janë të mbushur me shqiptar nga Shqipëria. Kanë vetëm një të keqe shqiptarët e Shqipërisë që vinë me goma vere kur është dimri, ju kanë bërë thirrje shumë herë, kurse si mos vinë me goma vere, jo vetëm për familjen e tyre që e rrezikojnë, por pengojnë edhe trafikun, ju bllokojnë edhe juve këtu. Pra, ne në një mënyrë po përpiqemi ta kthejmë. Nuk jemi në të njëjtat numër, pra shqiptarët e Kosovës që vizitojnë Shqipërinë janë një numër të jashtëzakonshëm, megjithatë, shqiptarët e Shqipërisë e kanë kthyer në trendi pushimet dimrore i bëjnë në Kosovë. Po, është vëndre shumë kjo, viteve të fundit, është shumë e vërtet. Ka dhe një vendim më falë të qeverisë së Shqipërisë për të ndihmuar turizmin, ku të vëshën nga 18% që e kanë pasur hotelet turistike në Shqipëri, sot e kanë 6%. Që do të thotë është një avantazh shumë i madh për biznesin, po t'ju ullet të vëshëja nga 18% në 6%. Është një ndihmë shumë e madhe, patjetër. E di që ka shumë vende, edhe unë përderisa po e mendoja se është radha për këtë pyetje, thash çfarë do thoja unë, po më duhet ta bëj si pyetje. Cilat janë vendet që pëlqeni më së shumti në Shqipëri, qoftë për plazh, qoftë nga malet, pra ku ato perlat e fshehura që përmenda në fillim, ose kur të pyesin miqtë tuaj, ku të shkoj? Që pëlqej unë, apo që duhet normalisht t'ju sugjeroj që t'i shijojnë? Kur të pyesin miqtë tuaj, ku? Sepse normalisht unë e kam prekur realitetin, qoftë të Bregdetit të Shqipërisë, qoftë edhe të maleve të Shqipërisë, e kam prekur gjithandej, është një prallë në vetvete, sot. Dhe me investimet që po bëhen, dhe me politikën që po ndiqet për turizmin, sepse padyshim që ose shteti e vë primar, e vë si një mision strategjik turizmin, padyshim që pastaj disa gjëra do ndryshojnë pozitivisht dhe do ecin. Dhe unë i përmenda faktet më lartë, pikërisht për të treguar që ne e kemi prioritet turizmin. Shqipëria e ka prioritet turizmin. Shiko, natyra shqiptare ofron mrekullira. Ka disa perla që i ka të fshehura, si të thuash, ku mediat prestigjioze europiane i evidentojnë tek turistët e tyre. Shqiptarët e Kosovës, unë mendoj që i kanë prekur shumicën e këtyre realiteteve, megjithatë, këtu është afër me Kosovën, për shembull, jo se unë jam tropojan, po Lugina e Valbonës është një nga perlat, një nga mrekullit për turizmin në Shqipëri. Me gjithçka që ofron. Me malet e larta dhe me atë luginën, apo me kataraktin ku buron lumi i Valbonës, apo me ato ecjet që këtu në Kosovë ka grupe të tëra të rinj që bëjnë ecje në mal dhe janë një shembull i jashtëzakonshëm për të ndjekur, rrugën për të shkuar nga Valbona për në Theth, për të kaluar tek një perl tjetër, siç është Thethi, apo për të shkuar në Pomar Veriun, si fillim në Lëpush dhe në Vermosh. Më pas do të thoja që Bregdeti shqiptar, që nga Lezhë me investimet fantastike, Durrësi, Vlora dhe deri Dhërmiu, Palasa Dhërmiu, Himara Qeparoi, Saranda, ofrojnë bukuri prallore. Mendoj se përveç bukurisë, ajo se çka e bën të mirë është uji i pastër. Shumë. Është uji i pastër. Është ajo që ti ke detin dhe malin njëkohësisht e ke të lartë mbrapa vetes dhe kthen kokën dhe menjëherë shikon një mal dhe rrezik atje sipër, të shohësh edhe një kapuç me dëbor që është atje lart. Apo të shikosh investimet që janë bërë në hoteleri, të prekësh realitete komplet ndryshe,
apo mikpritjen që të bëhet në hotel, në hotelerin, apo dhe në restorantet. Një nga të veçantat që do të quaja pastaj është edhe ushqimi. Gastronomia në Shqipëri ka pësuar një evolucion të madh, ku kemi një bashkëpunim, apo do të quaja një qasje tjetër, pra jo vetëm tradicionalet shqiptare, po kemi edhe kuzhinë italiane, kemi kuzhinë mesdhetare, cila pëlqejet shumë, pra në Bregdet ke peshkun, ke prodhimet e detit, por nga ana tjetër ke edhe mishin, ke gjithçka tjetër që dikush do ta kërkonte. Për sa i takon të veçantës tjetër, rakia në Shqipëri është ajo pija interesante që ne ja ofrojmë të huajve, kurse për shqiptarët e Kosovës nuk po e cilësoj, sepse mua më ofrohet raki këtu në Kosovë, kështu që rakia njihet shumë. Kam pasur një të ftuar nga Anglia, në mos gaboj, që kishte ardhur për një vizitë 2-3 ditore në Shqipëri, i kishin vënë një raki dhe tani prej 30 vitesh jeton akoma këtu në Shqipëri, nga ajo got raki, nga ajo teke. Preka pak më parë, preka malet, preka relievin në Shqipëri, zbrita tek deti dhe shkova deri në Sarand. Por të mos harrojmë arkitekturën tonë tjetër nga pikpamja e historisë së Shqipërisë. Kemi qytete mesjetare, si që është Berati, me një histori të jashtëzakonshme, në mënyrën e vetë të ndërtimit të shtëpive, apo kemi Gjirokastrën, me kalane mrekullueshme, Shkodrën, me kalane saj, apo Korçën, me serenatat, me bujtinat. Në Shqipëri së fundi ka dhe një iniciativë për një paket të maleve, e cila ka bërë të mundur që shumë emigrantë tanët të kthehen nga emigracionit dhe të bëjnë investime në ato bjeshkët e tyre, në tokat e tyre, pa çka se nuk i kanë pasur edhe me letra, por që i trashëgojnë nga të parët e tyre, nga gjyshurit, nga së gjyshurit e tyre, me këtë vendim të qeverisë shqiptare, ju është dhënë mundësia që ata të ndërtojnë atje, për sa i takon elementeve si bujtin, apo për hoteleri, turizm, pikërisht për të ofruar turizmin malor, pra, apo si mund të quajmë të bëjnë ferma të ndryshme ku t'i ofrohet mundësi turistëve që të kalojnë ditë të bukura dhe ditë paharrueshme. Si që thash, turizmi në Shqipëri nuk është më vetëm në sezon të verës, është kthyer në destinacion për gjatë gjithë vitit. Zoti Malaj, e di që do të kishte edhe shumë çka për të folur, por e vlerësoj shumë kohën tuaj për të qenë sonte me gjithë shikuesit tanë në ATV përmes urave të botës, sepse këtu në po të njëjtën ulse kemi pasur edhe ambasadorën e Japonisë, kemi shkuar prap. Kjo është ajo që neve kemi tentuar përmes këtij programi, mirë po sot e ripërsëris, ishte një epizod shumë i veçantë. Faleminderit shumë për kohën. Shumë faleminderit juve dhe ju uroj për këtë emision i cili është i veçantë në fakt. Faleminderit. Faleminderit. Shikues dashur, po ju jap edhe unë përshëndetjen e fundit për këtë javë, për këtë të shtunë, pa diskutim do takohemi javës tjetër. Natën e mirë.